Asalamu alaikum të dashur miq. Ky është takimi i radhës në emisionin Dritarja e Agjëruesit dhe edhe sot do të shoqërohemi me një tjetër të ftuar në këtë emision ku ju do të keni mundësinë që të na telefononi për t'ju drejtuar me pyetje. Me ne në studio sot është Hoxha Laudin Avazi. Mirë se vjen Hoxh. Mirë se jeni. Atëherë Hoxh, sigurisht që tashmë e kemi të hapur linjën për telefonuesit, mirë po këto ditë kemi pasur shumë pyetje me mesazhe dhe doja që në fillim të trajtojmë disa prej mesazheve, pastaj do të mirëpresim edhe telefonatat. Kemi një pyetje që thot: a lejohet me agjëru për dikë që ka ndru jetë dhe s'ka mundur me agjëru borxhet? Është fjala jashtë Ramazanit, agjërimi kaza për dikën që nuk ka agjëruar, ka trajtim të fukahat në përgjithësi, a lejohet apo nuk lejohet. Është një mendim i hanefive që e lejojnë në rast se nuk ka mundësi të kompenzohet nga pasuria e tij dhe nuk ekziston do thot pasuri që të japim në emër të tij, do thot si fidje. Nëse kjo nuk është, atëherë lejohet me bë kaza dikush nga të afërmit në vend të tij. Por kjo të ndodh pas Ramazanit, po, Ramazani është diçka obligim. Ndoshta kjo vërejtje jote është shumë e rëndësishme për faktin se ka disa njerëz mendojnë që nëse ai ose ajo nuk ka agjëruar dhe prindrit e tyre kanë agjëruar, për shembull baba, nana ka agjëruar gjithmonë, po një kohë nuk e ka agjëruar dhe kur të vjen Ramazani radhës, masi që i ka vdek prindi, ajo ose ai nuk ka agjëruar, po thot po agjëroj tash për babën, ose me kompenzu ato ditë që nuk i ka agjëruar, ose po agjëroj me vazhdu atë traditën që e ka agjëruar baba për të po agjëroj, pse vapit më shku atij. Pra në këtë rrethon nuk lejohet, për arsye se agjërimi farz është obligim individual për secilin person, për secilin besimtar i cili ka arrit moshën e pjekurisë. Pra nuk ke mundësi ti me agjëru për dikë kur për vete ke obligim. Pra agjëron për vete. Po jashta Ramazanit, nëse baba i ka disa ditë ose nana i ka disa ditë të pa agjëruara dhe ka qenë e smur dhe nuk ka arrit të agjëroj dhe ka vdekur në këtë rrethon, atëherë kompenzimi i tyre fillimisht nëse ka lënë nga pasuria e tij ose e saj, e nxjerrëm edhe shumën e fidjes, pra kompenzimit të atyre ditëve të pa agjëruara, e nëse nuk ka dhe s'kemi mundësi m'ia pagu, atëherë ka mundësi me agjëru djali ose vajza në emër të prindit që i ka vdekur për shkak të pamundësisë së pagesës. Pyetja tjetër thot: jam një nanë 4 fëmijëve, agjëroj, por e kam punën online, shes online dhe patjetër po më duhet me nej deri në syfyr dhe ndodh puna që të më zë syfyri dhe ndodh që të më ikin 1 apo 2 minuta nga syfyri dhe pi ujin. A është në rregull? Inshallah për ato pak minuta nuk ka ndonjë problematik, për arsye se ajo koha e tash verës 20 minutave ose 7-18 minutave të cilat është një fazë para agimit ose para thirrjes së ezanit të sabahut, në raste të domosdoshme pak minuta dhe nëse i kalojmë inshallah nuk ka diçka të keqe. Nuk po muj ta shijoj namazin dhe teravit. Çka është problemi thotë? Problemi ndoshta ka mundësi stresi, preokupimi gjatë ditës në përgjithësi, gajlet e ndryshme e kështu me radhë. Atëherë unë kisha me thonë ndoshta është e nevojshme për këtë person një moment që të merret me veten e tij edhe të shikoj rrethanat se si është duke e përjetu Ramazanin në përgjithësi, jo vetëm namazin apo diçka tjetër, pra namazin e taravive apo diçka tjetër, po në përgjithësi ndoshta duhet ndalet edhe të bëj një rishqirtim vetes së tij, edhe të mundohet ta detektoj se çka janë arsyet të cilat po e pengojnë veten e tij që mos me gjetë rahatin
në namaz edhe në përgjithësi në Ramazan. Pra arsye se nuk ka dyshim që Ramazani është muaj i mëshirës edhe ka plan me mëshirë të gjithë njerëzit dhe është një mundësi, mundet me qenë puna, mundet me qenë stresi, mundet me qenë telashet e kështu me radhë, por i kisha thënë që të bëj një moment intim, privat me veten e tij, me Zotin e tij, edhe le ta hap zemrën dhe le t'i drejtohet atij me gjithë zemër, edhe le ta lut atë që Allahu i Madhërisht t'ia hap zemrën edhe t'ia mundsoj që ta shijoj këto ditë të mbetura të këtij muaji të Ramazanit, po një ashtu edhe të mundohet ndoshta të shkoj edhe në për ato xhami nëse i ka mundësitë praktike ku ka atmosferë Ramazani pak më shumë, në për disa xhami ku ka xhamat më shumë, leximi është më i gjatë, koncentrimi është më i mirë, dhe besoj që edhe këto ndikojnë që të gjej veten e tij më shumë në Ramazan. Pyetja tjetër, sepse kemi telefonat që pret, thot nuk e di duan e kunutit, a bën me thënë të zbidovën apo çfarë duaje tjetër? Mundet me bën ndonjë dua të përgjithshme, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan, ose rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Çfarë do duaje të përgjithshme, nëse e bën nuk prish fund. Mirë, vazhdojmë tani me telefonata, pasi trajtuam disa mesazhe. Alo? Alo? Por, nëne? Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Desha me pyet hoxhën çfarë rëndësie kanë teravit? E qartë. Edhe një pyetje. Po? Para 2 muaj ditën na ka vdek një bi e re. Po? Kom një që thoi nuk duhet me qit baklav bajramin e parë. Sa është e vërtet për du me ditë? E qartë. Faleminderit shumë për telefonatën. Do të inkuadrojmë një tjetër telefonues tani. Alo? Alo, nëne? Po? Urnoni, jeni të inkuadruar në emision. Alo? Po, nëne? Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. A jam të sulë me hoxhën? Po, drejt për drejt në emision, po dëgjojmë bashkë me hoxhën. Falë, do të me të bo një pytje, ja kom një pytën e Ramazonit me në gjinu, më ka rësën si juni, e pa kam qenë me në gjinu, po kry shpesh po mam, a tham haram i në. A ke haram që po agjeron, apo? Ja, të s'pin gjinaj, që po me nuk? në gjinu. Mendova se me kokë dhimbje po agjeron dhe është në rregull. Hajtë, natën e mirë. Natën e mirë, faleminderit për telefonatën. Rëndësia e namazit të teravive, hoxh? Namazi teravive në fakt është namaz i natës dhe është synet për ta falur, pra nuk është obligativ. Ajo që ka vërtetohet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lidhje me se si është kriju apo është bërë tradit falja e namazit të teravive në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është ajo çfarë përcjellin sahabët se në Ramazan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një natë ka fillu ta fal namazin e natës, që në fakt namazin e teravive në xhami. Edhe një grup prej sahabëve që kanë qenë së bashku me të në xhami, është fjala mas namazit yacis, do thotë dikur vonë, i janë bashkangjitur atij. Edhe kanë falur së bashku me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pa ndonjë paralajmërim. Tani të nesërmen kanë tregu këta sahabë që kanë bashkangjit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në namaz dhe ka ardhur një numër më i madh i tyre, të cilët i janë bashkangjit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për ta falur. Edhe në natën e tretë ka ndodhur e njëjta dhe është bën numër i madh saqë është mbushur krejt xhamia. Kur e ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë formë, atëherë ka thonë, shkoni dhe falni në shtëpitë e juaja, dhe edhe ajo shtërhek edhe është falur në shtëpinë e tij. Pra nuk e ka vazhduar namazin e teravive në xhami. Dhe ka thonë, po friksohena se do t'ju obligohet juve, pra do ta trajtoni si obligim, pra është namaz vullnetar, është namaz nafile. Por nuk ka dyshim që ka vlerën edhe rëndësinë, po jo në formë obligative në asnjë mënyrë. Pra kjo është, do thotë, dispozita e namazit. A bën me përgatit baklav për Bajram, ku kemi rast të vdekje në familje? Po, kjo pyetje është shumë e rëndësishme, Bujar, për arsye se janë dy sende këtu. E para është që është normale që në Bajramin e parë, kur antarët e familjes e humbin një person, qoftë edhe baba, nana ose
vajza, motra ose vllau, pavarësisht kush, Bajrami i parë është i vështirë. Për arsye se kujtohen rrethanat, qëndrimi, se si është bërë Bajrami, prandaj është edhe së bashku me momentin e gëzimit është edhe momenti i mërzisë në Bajramin e parë. Dhe për këtë shkak ndoshta disa prej familjeve kanë thonë nuk po qesën bakllavë se për neve nuk është ndonjë gëzim ku me ditë sa për shkak se nuk e kemi antarën e familjes, babën ose nanën e kështu me radhë, dhe për këtë shkak ndoshta edhe nuk qesin apo nuk kanë qitur baklavë. Pra nuk ndërlidhet kjo në formë direkte me islamin apo me kremtimin apo me servimin e gjërave që na vinë për musafir e kështu me radhë gjatë ditës së Bajramit, pra nuk ndërlidhet kjo me fe. Pra ne pavarësisht rrethanave mundet me qenë pak një Bajram pak më ndryshe pa babën ose nanën ose vllaun apo motrën, megjithatë siç e dim kjo është rrethan dhe një sunet apo një rregull, një gjë me cilën ballavaçohen të gjithë njerëzit, kështu që edhe momentet e gëzimit duhet vazhdohen edhe pas vdekjes së të dashurëve tan, po gjithashtu edhe momente tjera të jetës, djali martohet nëse i ka vdek nana, baba, vajza shkon te burri, pra kështu duhet të vazhdoj jeta. Prandaj edhe domthon ofrimi i baklavës ose torteve, gjërave të tilla për një familje që e ka një rast të vdekjes në Bajramin e parë nuk është diçka e keqe apo diçka që duhet qortohet apo të refuzohet në asnjë formë. Pra, thash edhe pak më herët, vdekja është realitet dhe nuk ke mundësi me ndru mirë, po duhet ta dimë që jeta vazhdon tutje. Po. Thot e kam haram që s'po agjeroj për shkak të tensionit të lartë dhe kam kokëdhimbje. Kjo rrethan është shumë aktuale, posaçërisht ata të smurë të cilët vuajnë nga çështja nga problemi i tensionit. Unë them ndoshta më e mira dhe më e nevojshme është që të konsultohet ndonjë mjek i cili e din gjendjen e pacientit, se çfarë niveli dhe si është rrethana e ngritjes së tensionit, çka ndikon e kështu me radhë, dhe me konsult me të edhe të lihet apo të vazhdohet me agjerimin. Por është një situatë shumë delikate tensioni me agjerimin, kështu që duhet kihet kujdes dhe nëse e sheh njeriu se veten e tij që në agjerim është duke u ballavaçuar me ndryshime dhe me ngritje enorme të tensionit, atëherë më mirë është me e stopu dhe me ndal për arsye se ashtu siç e kemi përmend në shumë raste dhe hoxhallarët e përmendin, çdo rregull, çdo dispozite e Islamit, nëse vjen rrethana që nuk ka mundësi të përballohet, atëherë bjen ajo dispozit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë falu në këmbë, nëse nuk mundesh atëherë ulur, nëse nuk ke mundësi atëherë shtrir, nëse s'mundesh me përdor abdesin, merr tejmum, edhe në agjerim nëse s'ke mundësi me agjeru, e lën e kompenzon atëherë kur ke mundësi. Vazhdojmë tani me telefonatët të tjera. Alo? Alo, none? Apo do të vazhdojmë me mesazh, thotë Allahu ju knaq që po na knaqni neve, amin. Thot desha të pyes hoxhën, a duhet me dhënë zeqat, jam të i mbledh paret për haxh, edhe pse kam dhënë që 2 vite e nuk kam mbledh hala shumën që duhet për haxh. 5.000 euro i kam mbledh. Sidoqoftë 5.000 euro në këtë kohë nuk arrin shumën e nisabit, për arsye se ashtu siç e dim, kam përmendur edhe hoxhallarë të tjerë, nisabi është ajo kuota apo shuma e cila duhet të arrihet dhe ajo kuotë, ajo shumë të qëndrojë një vit. Dhe kjo kuotë apo kjo shumë ndërlidhet me shumën e arit apo me çmimin e arit. Dhe e dim kohëve të fundit, posaçërisht muajt e fundit, ari ka arritur çmimet rekorde, kështu që nisabi prafërsisht në këtë vit është 7.350 euro, 7.000 aty do thot 400 ose 500, aty është prafërsisht, 5.000 euro nuk është arritur nisabi. Viteve më parë. Pra vitin e kaluar më sa më kujtohet ka qenë 5.500 apo 6.000 prafërsisht, kurse si vjet është, më duket edhe Bashkia Islame ka nxjerrë një dokument, është 7.350. Kjo është për afërsisht nisabi që nëse e posedojmë këtë shumë dhe kjo shumë ka qëndruar një vit i plot, atëherë obligohemi me dhënë zakatin edhe nëse jemi duke mbledhur parat për haxh apo diçka tjetër.
Pyetja tjetër, thot, am pranohet hatme nëse lexoj Kur'anin me shkronjën latine, por fjalët janë arabe. Kjo është problematike, për arsye se ne e dim atë mos proporcionin apo mos përputhjen e shkronjave latine me disa shkronja të gjuhës arabe, kështu që shqiptimi i tyre nuk bëhet në rregull. Unë i kisha thënë këtyre njerëzve të cilët dëshirojnë me lexu Kur'anin arabisht, të konsulto apo të shërbehen me lexues të ndryshëm të cilët lexojnë në gjuhën arabe dhe le ta përcjellin atë së bashku qoftë edhe me shkronjat latine, për arsye se aty mund ta kuptoj shqiptimin korrekt të fjalëve, se sa domon me zgjedh një lexues që lexon ngadalë, jo ata lexuesit që lexojnë shpejt, për arsye se mund vjen deri te ngatresa, të zgjedh një lexues që sikur Husari i cili lexon pak më ngadal, edhe i shqipton shkronjat drejt, edhe mundet duke e përcjell me z, do thot me veshin e tij këtë lexues, edhe ai ti përcjell shkronjat, dhe kjo është mënyra më e mirë që me largu veten nga gabimet e shqiptimit. Qartë. Vazhdojmë tani me telefonuesit. Alo? Alo, selam aleikum. Aleikum selam. A mundet me i knu 17 djali në kardek? A mundet nana me ja knu hatmen djalit direkta ja? E qartë. Faleminderit për telefonatën. Faleminderit, selam aleikum. Aleikum selam. Mirë presim një tjetër telefonues. Alo? Alo? Tëri përgjigjimi, hoxh? Fillimisht e lusë Allahun e Madhreshëm me ja kompenzu këtyre dy prindërve vdekjen e këtij djali në moshën 17 vjeçe, vërtet është e rëndë, por këto sprova janë pjesë e jetës dhe Allahu i Madhreshëm i sprovon njerëzit me forma dhe mënyra të ndryshme të sprovës. Po atë çka duhet me ditë është që kjo dynja është dynja e sprovës. Përderisa jemi në këtë jetë, marrim frymë, patjetër do t'i nënshtrohemi sprovës, pavarësisht a jemi më të pasurit e të pasurve, apo më të varfrit, apo me pozitë, apo pa pozitë, apo të rinj apo të vjetër, patjetër do të ballafaqohesh me rrethanën e sprovës. Dhe Allah i ka dash këta prindrit mi sprovu me humbjen e këtij djali në moshën 17 vjeçe, e Zoti ua kompenzoft këtë mërzi me hajre tjera të shumta, e Allahu i takoft në xhennet. Kurse sa i përket asaj, është shumë normale që njeri priret që me manifestu rahmet dhe mëshirë karshi atyre njerëzve të cilët kanë shku nga kjo jetë, kështu që rrethanat më të mira është në këtë situatë, ashtu siç na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me bë dua për këtë vdekur, edhe me dhënë sadaka në emër të këtij djali, vazhdimisht kur kemi mundësi, dhe kjo është e mjaftueshme. Sa i përket leximit të Kuranit, kemi përmend disa herë që ka trajtim dhe debat të ulemat se a lejohet të lexohet Kurani dhe të bëhet njëjtë ai sevap të dhurohet të vdekurve apo jo. Është një temë debati në mes të dietarëve, ka prej atyre të cilët e lejojnë, ka dhe një grup atyre që kanë rezerva për shkak se nuk ka qenë praktik e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kjo formë e dhurimit të sevapeve të vdekurve. Wallahu alem. Telefonata e radhës, e mirëpresim, alo? Alo? Po? E kam një pyetje për hoxhën. Cila është pyetja juaj? Shejtant a lajnë normale tek njerëzit në muajin e Ramazanit për të bërë të këqija, sa është e vërtet? Po, e kuptuam pyetjen. Faleminderit për telefonatën. Natën e mirë. Natën e mirë, mirëpresim një telefonues tjetër. Alo? Alo? Po? Përshëndetje. Përshëndetje. Pata një pyetje për hoxhën. Cila është pyetja? Gjyshejme më ka vdek, me po para se me vdek ajo, me ka dhanë disa pare mu, nuk me ka dhuru mu, po veç me ka dhanë mja majtë asaj. Ajo ka vdek edhe paret më ka nejtë mu. Ma jetë një këshilë, cila është pas vekve muj me banë, si muj me shpenzu ato pare, se nuk muj me shpenzu për nevojat mija, së një ka falë mu. Po çka muj me banë për shpirtin e saj, cila është vepra më e mirë që muj me banë për shpirtin e saj. Pra, ajo ti pat lënë në shpenzu për ata. Në përkujdesje ti pat lënë, apo? Po.
E qartë. Nuk është shumë e madhe, mirë po nuk po më mirë shpenzu për vete, janë veç 250 euro. Mirë po nuk më mirë shpenzu për vete, se kam frikë, se nuk mi ka bo halala ju mu. Faleminderit për telefonatën. Faleminderit. Vazhdojmë me telefonuesin tjetër, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Dosha pyetje në hoxhës nderuam, për shembull kur bëjmë lutje për një person, a duhet më ia thonë emrin apo veç në mendime me mojt çashtu, edhe nëse çish thon i thu doft ato far lutjet, a duhet ndaj emrin më ia thonë apo veç duhet çashtu me mendime çashtu? Po. Kjo është pyetja. Selam aleikum. Aleikum selam. Alo, telefonata e radhës. Selam aleikum. Aleikum selam. Deshta më ja bo hoxhës një pyetje. Po. Kuronin kur të lexoj, a duhet me ja lexu edhe komentimin, a veç përkthimin që ka shjet? E qartë. Për me bo hotme, edhe jasinin me knue, a duhet me bo veç për një dekon shambull, a për krejt, a vlen që a jasin një njëjtë? E qartë. A për faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Thot, a lën shejtanët diçka amanet të njerëzit, duke qenë se tash në Ramazan janë të prangosur për të vazhduar punët e tyre? Nuk po kuptoj emanet çfarë e ka për qëllim. Sidoqoftë, ajo çka e dim dhe çka është e qartë është që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë që në muajin e Ramazanit shejtanët prangosen. E tash për të kuptuar këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillimisht duhet ta dim se bota e shejtanëve është një botë që perceptimi jon është i kufizuar të kuptojmë do të thotë si funksionon ajo. Pra neve dim që kur themi është prangosur një njeri, e dim që i lidhen duart. Kur themi prangosen shejtanët, nuk do të thotë automatikisht që ata i kanë lidh durt. Mundet me qenë një lloj prangosje që ka të bëjë me botën e tyre. Pra me pamundësinë e veprimit. Mundet me qenë prangosje kjo që po thuhet që pamundësia fizike e tyre që të ndikojnë në çytjen e njerëzve. Por nuk do të thotë që ndoshta kufizimi është i tërësishëm i tyre që s'kan mundësi fare të ndikojnë. Po ajo çka komenti i ulemave në përgjithësi në lidhje me këtë prangosje është që mundësia e shejtanëve për të ndikuar te njerëzit është shumë më i kufizuar gjatë muajit Ramazanit se sa gjatë muajve tjerë të vitit. Prandaj a mundet me ndiku, mundet në ndonjë rrethana, në ndonjë situatë që të ndikojë të nxej, po jo sikurse në rrethanat e jashtë Ramazanit. Vërtet këtë Ramazan kemi pyetje interesante hoxh. Nuk kam dëgjuar më herët këto pyetjesh. Vazhdojmë me pyetjen tjetër, thotë gjyshi jam i ka lënë në amanet në këtë rast disa para për t'i ruajtur, por si t'i shpenzoj, pasi nuk ndjej se mund t'i shpenzoj për vete. Është shumë e rëndësishme pas parasysh që rregullat e trashëgimisë në Islam janë shumë decisive dhe të sqaruara edhe qartësuara në formë të mirë. Vetëm sa për kujtim bujar, në Kuranin famlar përmendet falja namazit, rëndësia faljes namazit, mirë po nuk përmendet as dreka, ikindia, akshami, sa rekate, këto sqarohen në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse në çështjen e trashëgimisë as janë decisive ndarja edhe përcaktimi se kujt sa i takon babës, djalit, migjes, vllaut e kështu me radhë, me numër të qartë, pra që nuk ka leju kurfar sqarimi që të bëhet me sunet. Të gjitha janë sqaruar në Kur'an, në surën An-Nisa dhe në disa vende tjera që në formë decisive janë të qartësuara. Prandaj, në rastin nëse ka vdekur gjyshja dhe i lën një shumë të parave meses dhe thotë që këto janë tuat, ka drejt gjyshja me bë këtë, dhe mundet m'ia lanë nëse e specifikon që ja ka lanë meses ose nipit, për arsye se i lejohet me lanë testament meses ose nipit edhe nëse janë gjallë prindrit e tyre. Në rastin konkret, fonën kuptohet që nuk ja ka lanë asaj direkt që, po i ka thonë rumi ato, pra kanë qenë emanet tek ajo, jo diçka tjetër, emanet tek mbesa. E në rastin konkret, me vdekjen e gjyshës, automatikisht ato pare
është do thot u takon trashëgimtarëve. Po fillimisht me që ato pare duhet nëse është e nevojshme duhet të paguhen shpenzimet e varrimit. Nëse ka nevojë të shpenzimet e varrimit, sikur pastrimi, blerja e qefinit e këto gjëra, mund paguhet prej asaj shume. Ose nëse këto janë të shpenzuara, nëse ka gjyshja ndonjë borxh apo diçka, duhet paguhet borxhi i saj. Nëse s'ka ato para, automatikisht u takon trashëgimtarëve që në këtë rast janë fëmijët e saj. Mundet me kanë djemt apo vajzat dhe dihet si bëhet ndarja. Po pa u fut në këto elaborime, unë e them nëse ti ke ato 250 euro dhe don me bë diçka për shpirtin e saj, me dhon sadaka e kështu me radh, atëherë është më në rregull që të konsultohet me trashëgimtarët e saj, pra me djemt dhe vajzat e gjyshes, edhe të thotë që gjyshja ju, po nana juaj, që gjyshja e ime, i ka lanë këto 250 euro, edhe unë po kam dëshirë me bë një punë të mirë për gjyshen, dhe me dakordimin e tyre të veproj me dhënë sadaka dikun ndonjë xhami ose ndonjë fukara ose diçka kush ka nevojë, edhe në këtë formë besoj që kjo është ma e mira. Qartë. Thot kur lutemi për dikë, a duhet ja përmendim emrin apo si? Na e dim që Allah i Madhreshëm është i gjithdijshmi, por lutja është ritual, është ibadet të cilën e bëjmë edhe me gjuhë, jo vetëm me zemër. Nganjëherë mundem mu lutë edhe me zemër, pra pa e artikulu dëshirën apo kërkesën tonë, po me kanë lutja me shpirtin tonë, edhe Allah i Madhreshëm e kupton këtë. Po nëse lutemi me gjuhë, pra e artikulojmë dëshirën apo kërkesën e insistimin e lutjen tonë, atëherë edhe nëse është për një person caktuar, tash po themi për shembull për nënën, ose për vllaun, ose për burrin, ose për djalin e kështu me radhë, atëherë themi o Zot mëshiroje nanën ose babën ose vllaun, në këtë formë e shqiptojnë emrin e tij apo të saj. Edhe nëse them babën tim, nuk ka nevojë tash me thonë me emër me mbi emër, për arsye se ajo dihet dhe nënkuptohet. Pra e përmendëm në formë specifike edhe emrin e personit për cilin lutemi. Thot kur e lexoj Kur'anin shqip, a duhet edhe komentimin për të fituar shpërblimin e hatmes? Kjo është në rrethana kur nuk kemi mundësinë ta mësojmë në gjuhën arabe ose kemi vështirësi, atëherë e lexojmë në shqip. E lexojmë në shqip nëse kemi ndonjë ajet apo diçka që se kuptojmë, atëherë dhe dojmë ta kuptojmë, atëherë mirë është me i kthy komentit. Ose mund ta keq kuptojmë ndonjë ajet dhe nuk e dim çfarë bëhet fjalë, atëherë i kthehemi. Po jo detyrimisht çdo ajeti apo çdo citati që e lexojmë në Kur'an. Dhe kjo është hatme? A është hatme, nuk mund të themi që është hatme sikurse leximi në arabisht, por është më mirë se mos lexohet fare. Pra shpërblim ka? Ka shpërblim, gjithsesi, për arsye se është një lloj meditimi edhe ajo formë e leximit edhe koncentrimi në fjalën e Allahut Madhreshëm, atë tentim të kuptojmë komunikimin e Zotit Madhreshëm ndaj njerëzimit, komunikimin e fundit të Zotit Madhreshëm ndaj njerëzimit. Në Kur'an është vetëm një Yasin hoq, nuk ka dy për të vdekurit dhe për të gjallët. Jasini është një sure e Kur'anit që prafërsisht janë 6 faqe, është një sure që prafërsisht ka mesi ose ka pjesa e dytë gjendet dhe kemi disa hadithe të cilat porosisin që t'ja lexojmë të vdekurve. Mirë, po këto hadithe të gjitha me unanimitet të muhadithinëve nuk arrin shkallën e vërtetësisë, por janë hadithe të dobta. Pra nuk vërtetohen si të qëndrueshme që me to të argumentojnë për leximin e tij ndaj të vdekurve. Prandaj më së miri është ajo që tham pak më herët që për të vdekurit tanë të bëjmë dua vazhdueshëm, pastaj të japim sadaka për të, nëse kemi mundësi të bëjmë haxh për ta ose umre, dhe këto janë ato çfarë na porosit edhe ka vepruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për të vdekurit e tij. Qartë, vazhdojmë tani me telefonatët të tjera, halo? Selam aleikum. Aleikum selam. A bën një dy pyetje hodës? Po, patjetër, urnoni. A mundet sadakaja me dhënë për 3-4 vetë që janë të djekt apo jo? Pra me nda në 3-4 pjesë? Po, 4 vetë djekt i kam, a mundet për të 4 me dhënë sadaka? Faleminderit. E dyta,
E gjitha është hatër kur e kryin, e ka poshtë duvan, elhamdulillahi, e ka duvan, cilët duva me e kënu, qëfar duvaja duhet me e kënu? Duaja e hatmes. E qartë. Faleminderit. Kuadrojmë telefonatën tjetër. Alo? Përshëndetje. Unë i ka të vjeç, a kam obligim me agjeru? A kam obligim me agjeru Ramazanin? Faleminderit. Aleikum selam. Telefonata e radhës. Urnoni. Alo. Alo, selamu alaikum. Aleikum selam. Kam një pyetje për hoxhën. Po? Po dëgjoj se në përtisot xhami këtu në vendin tonë, që netën e acis nuk për folin fare. Po fillojnë drejt me farzë në taravi për shkojnë. Kisha me pyet hoxhën, a më shumë ka vlerë suneti apo taravia? E qartë. Kjo është pyetja? Assalamu alaikum. Aleikum selam. Faleminderit, vazhdojmë me përgjigje tani. A bën pra me dhënë sadakan tek 3-4 persona? Po. Nëse për shembull një person e ka një shumë parave 10 euro dhe don me dhënë për të vdekurin, dhe i ka vdekur nana, baba ose vllau, themi motra, dhe tash pyetja është a ka drejt me bën jetë për pedhaqet 10 euro për shpirt babës, nanës, duke përfshirë të gjithë. Mi përfshi të gjithë. Lejohet, nuk ka gjë të keqe, pra nuk është kusht që një shumë e caktuar t'i dedikohet vetëm një të vdekurit, pastaj shumën tjetër, pra mundet me bë një vepër të mirë, një sadaka të përgjithshme, edhe me thonë bëj një të këtë për nanën, për babën edhe për vllaun, për shembull që më ka vdekur ose motrën e kështu me radhë. Nuk ka gjë të keqe. Po. Duaja e hatmes që është në fund. Ajo që ka duhet me pas parasysh që nuk ka ndonjë dua specifike e hatmes. Pra që ka ardhur pe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që kur të lexoni Kur'anin, kur të bëni hatme, atëherë ta lexoni këtë pjesë apo këtë dua që i dedikohet ceremonisë përmbylljes apo hatmes përfundimit të leximit. Ajo që kanë gjendet në disa Kur'ana, në disa mushafa, është një përmbledhje lutjeve që disa njerëz, nuk ka dyshim njerëz të mirë, i kanë përpilu edhe e kanë bërë si një lloj shtese kush don, masi që e ka përmbyll e ka lexuar Kur'anin tërësisht, me bën një lutje edhe me pas aty në dispozicion për ta lexuar atë. Po jo detyrimisht që ajo me kanë patjetër të lexohet edhe mos dilet prej saj apo diçka e kësaj natyre. Pra nuk është lutje e vetme. Pra nuk është një lutje e vetme. Ajo që ka vërtetuar në lidhje me lutjen apo duan e hatmes së Kur'anit është nga disa sahab, transmetohet për shembull prej Enes ibn Malikut që kur e ka bë hatme Kur'anin, kur e ka lexuar Kur'anin prej fillimit deri në fund, i ka mbledh anëtarët e familjes, fëmijët, gruan e kështu me radhë, edhe është ulur së bashku me të dhe ka bën një dua nga vetja. Pra dua e ka lut Allahun e Madhërisht për bereqet e gjëra që zakonisht ka nevojë njeriu me lut Zotin e Madhërisht, pa ndonjë lutje specifike që patjetër duhet lexohet apo patjetër duhet i bashkangjitet hatmes së Kur'anit. Prandaj kjo kështu duhet mbetet. Pra, mos të paramendohet që patjetër për të bë kabull një hatme një besimtari që e ka lexuar Kur'anin, patjetër duhet të lexojë këtë pjesë të duase, nëse nuk e ka lexuar këtë, atëherë hatmi atij është gjys apo diçka nga kjo natyrë. Pra, kjo nuk qëndron, ajo që është e drejtë është që prej sunetit, nëse e bën një hatme të Kur'anit, atëherë me bën një dua ti, edhe nëse shërbesh me atë që e ke në mushaf apo në ndonjë lutje tjetër të përgjithshme, nuk prish punë, por vetëm ta kesh parasysh që nuk ka ndërlidhje kjo me hatmen e Kur'anit, që nëse nuk e bën, atëherë nuk është në rregull hatmeja. Pra këtë ta kemi parasysh. 10 vjeçari thotë kam obligim Sa i përket fëmijëve, besoj që edhe hoxhallar tjerë, po edhe ne kemi sqaruar që kjo është brenda mundësisë. Pra, obligim për të agjeruar është vetëm ata persona që janë futur në moshën e pjekurisë dhe janë të aftë për të agjeruar, këta e kanë obligim. Pra, mosha specifike nuk caktohet, për arsye se mosha madhore dallon tek njerëzit, posaçërisht ndërmjet vajzave dhe djemve,
kështu që varet pej njeriut, ka disa futen posaçërisht e meshkuj pej 12 tutje, tek vajzat ndoshta pak më herët, po mund të zgjas edhe më vonë. Kështu që nëse arrin moshën e pjekurisë, atëherë është obligim, nëse nuk arrin, nuk është obligim. Nëse agjiron e ka sevap, po jo në formë obligative. Qartë. Në disa xhami thot sunetin e yacis nuk e falin, por kalojnë në farz edhe teravi. Cila është më e rëndësishme, ky sunet apo namazi teravive? Një sen duhet ta kemi parasysh që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në një hadith, bejne kull edhanejni salat, ndërmjet 2 ezanav ka namaz. Namaz nafile është për qëllim, pra ndërmjet 2 ezanave ka qujtë, ndërmjet ezanit edhe ikametit. Prandaj, masi që thirr ezani namazit yacis, është sunet për të falur, po jo në formë decisive 4 rekate, po 2 rekate mund falet edhe 4, nuk ka diçka ndalesë për arsye se hin në kuptimin e faljes së namazit nafile ndërmjet ezanit edhe ikametit. Po cila është më e vlefshme, a namazi taravive apo ky namaz, themi që ndoshta në kategori janë njëjtë dhe brenda mundësisë, edhe nëse kemi mundësi mi fal 2 atë mirë, nëse s'kemi mundësi, atëre e falim atë të cilën kemi mundësi. Wallahu alem. Po, vazhdojmë tani me telefonata të tjera. Alo. Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Një pyetje për hoxhën, a mundem? Po. Desha ta pyes hoxhën, jam ka lexoj Kur'anin për vitit kaluar, domethënë për Ramazanit kaluar, i kum shu shkronjat, kum fillu me lexuar. E kum përfundu që 4 herë kum bë hatme. Tash e kum fillu për të 5 hatme, po problemi jam është shëndeti. Kam problem me unaza, e 10 minuta nuk moj me nejt ullën. Qata 10 minuta po lexoj, po tani po shtrena, po lexoj për srati. E kam gjëna, a më lejohet me lexu apo jo? Pra, leximi i Kuranit shtrirë. Po. Mirë, e kuptuam, faleminderit. Jo? Unë me qenë se veç e kum lexuar, po nuk e dia kum bë gjëna apo jo. Po, e kuptuam, faleminderit. Se probleme shëndetësore me unaza 10 minuta nuk më i dhi ullën. Po, faleminderit shumë. Tani do të përgjigjet hoxha. Ndërkohë të dashur miq, ne shkputemi vetëm për pak çaste, rikthehemi pas pak për të vazhduar me këtë emision. Jemi rikthyer dashur miq, bashkë me hoxhën Alaudin Abazi do të mirpresim telefonatat tuaja edhe në vazhdim për t'ju drejtuar me pyetje, ndërkaq inkuadrojmë më një herë telefonatën e radhës. Alo. Alo, noni? Alo. Po. Alo. Ajo mu në lidhje, alo. Po, drejt për drejt jeni në emision. Dashta me pyetën hoxhën. Po. Pranohet hatja kur e lexoj Kur'anin në gjuhën arabe pa tajvid. Pa tajvid. Po, gjithmonë mundohna me i përmirësu ose gabimet ose leximin, edhe leximin gjithmonë tu lexu, tu je përmirësu. Mirë po, tajvidin s'ko mujtë me mësu se kom fillu Kur'anin me mësu shkronjat në moshën 48 vjeqe, dhe sot jam 64 vjeqe, se ja dash vetës për detyrë, pasi fakultetin e kom të krym, edhe punën, edhe mbas luftës kemi fillu me namaz, edhe ja kemi pa hajrin e tërë familja, po tash po m'intereson am pranohet hatme. E kuptuam pyetjen. Faleminderit. Faleminderit shumë. Dhe të shojmë, a kemi telefonat tjetër, apo vazhdojmë me pyetjet e mëhershme? Thot, po e lexoj Kuranin, por thot kam probleme me unaza, ndonjëherë e lexoj edhe shtrirë, është në rregull? Nuk ka dyshim që Kurani duhet ta ketë respektin maksimal nga ana jonë. Por ndoshta disa prej besimtarëve e paramendojnë që leximi shtrir apo rat është mungesë respekti apo manifestim mungesë respekti ndaj Kuranit. Mirë, po kjo nuk është e drejtë. Për arsye se e shohim edhe vetë Allahu i Madhreshëm kur flet për kujtimin apo
për besimtar thot alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ata të cilët e kujtojnë Allahun duke qenë në këmbë, duke qenë ulur dhe duke qenë të shtrirë. Dhe forma kujtimit të Allahut të Madhërisht është edhe leximi i Kuranit. Pastaj kemi direkt edhe praktike pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Aisha radhiyallahu ta'ala anha tregon se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë i shtrirë në gjoksin e saj, te gruaja e saj, edhe ka lexuar Kur'an. Dhe pra po nuk kupton kjo gjendje, edhe ka lexuar Kur'an, ndërsa Aisha e ka lexuar bile në disa transmetime tregohet se ajo ka qenë në cikël, në këtë fazë, megjithatë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka lexuar në këtë rrethon dhe i shtrirë në këtë formë. Kështu që nuk ka të keqe të lexohet Kur'ani i shtrirë, posaçërisht nëse për këtë kemi nevojë. Pra, sikur që është rasti i konkret i kësaj gruaje që ka probleme me unaza, edhe i themi që lexo shtrirë dhe inshallah nuk prish punë brenda mundësisë, ashtu po e rëndësishme është që të mirësh me Kur'anin dhe të lexosh vazhdimisht. Leximi i hatmes pa tajvid. Sa i përket leximi i hatmes pa tajvid, themi gjithsesi është e pranuar, pra nuk ka posaçërisht kur njeriu ka arsye që nuk e ka mësuar apo s'po ka mundësi për rrethana ndryshme që ta mësoj tajvidin, atëherë lexon. Pra asesi nuk duhet t'i themi mos lexo pa mësuar tajvidin, po lexo, mundohu, për arsye se edhe kemi një hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që sevapin më të madh e ka ai i cili lexon edhe me vështirësi Kur'anin, ndoshta edhe bën ndonjë gabim gjatë leximit, por mundohet me e përmirësu edhe me lexu, se sa ai që e din rrjedhshëm edhe lexon lehtë. Pra sevapi më i madh është ai i cili mundohet më shumë për shkak të kësaj rrethane. Por i kishim thënë kësaj gruaje që megjithëse është në një moshë mjaft, më duk tha në moshën 60 vjeçare, 64, nëse është mundësia, pra është e aftë, ka mundësi, e din qartë që kemi disa grupe të qoftë në WhatsApp, qoftë në Telegram të vajzave, mësuesve, mualimeve të Kuranit, të cilët i mësojnë online, po ka mësime online, kështu që le të regjistrohet gjatë vitit në ndonjë prej grupeve dhe ngadalë të mësoj diçka nga këto rregulla, edhe ndoshta me kalimin e kohës në një fazë, po themi kushtimisht një vit, ndoshta deri në Ramazan në ardhshëm, mund të aftësohet edhe t'i lexoj, për arsye se tajvidi disa rregulla që janë bazë mund të mësohen shumë shpejt. Pra nuk janë disa rregulla që janë pak, po nuk janë më të rralla. Ato rregulla që janë pak më gjithëpërfshirëse në Kur'an janë pak, nuk janë, domethënë janë disa rregulla, posaçërisht rregullat e nunit edhe të mimit, edhe këtu ndalohet. Pra janë disa mësime, mund të mësohen ato, nuk është vështirë, prandaj le të regjistrohet online në ndonjë prej grupeve të Telegramit apo grupeve këtyne vajzave apo mualimeve të cilat i mësojnë besimtarët, ka edhe prej të vjetrave që janë të shënuara, pra marrin pjesë, pra mos të futet ndoshta me ato trejat që janë shumë të shpejtë dhe kuptojnë, po me ndonjë grup, ose mund të ketë edhe grup posaçëm që merret me të, për arsye se ka edhe kështu, edhe besoj që ndoshta deri në Ramazan në ardhshëm ti mësoj edhe kjo tajvidin. Mirë, vazhdojmë tani me telefonatat të tjera. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. E kam një pyetje për hoxhën. Po. Në lidhje me namazin e vitrit. Po. Kur zakonisht namazin e vitrit vetëm në shtëpi, e fali 3 rekatët pa i nda në mes me etejhat. Edhe kur e them duan e kunutit në rekatin e tretë, durt i vendosi kështu përpara si kur bën dua. Domethënë Allahu ekber tekbirin edhe durt përpara dhe them duan e kunutit. Ndërsa kur përshkoj tash në xhami në namazin e teravive, në fund kur të falim edhe vitrin me imam, po i vrej që edhe gratë të tjera, po edhe hoxha, po i mon dur tamam sikur që do të lidhëm kështu namaz edhe jo përpara. Sikur dua. A paraqet kjo problem, apo është dyja alternativat janë sakta në ashtu? Po, e kuptuam, pyetjen. Faleminderit. Natën e mirë. Natën e mirë. Alo, telefonata e radhës. Selam aleikum. Aleikum selam. Zoti,
Jo, pranoft agjerimin e ditës sotit. Amin, edhe juve. Dhe ishta që bëj një dy pyetje hoxhës. Po. Kur ngremi salavat, a mjafton veç me thonë Allah me selera Muhammed, apo Allah me selera Muhammed wa Ali Muhammed? A është më me rëndësi cilësia apo sasia? Njona. Qartë. Edhe një pyetje tjetër, kur me lexu Jasinin me shkronja latine, a kemi sevap hiç ajo? E qartë, faleminderit. Kalofshit mirë. Edhe ju. Vazhdojmë me telefonatën tjetër. Alo. Alo, None. Selam aleikum. Aleikum selam. Një pyetje për hoxhën. Po. Leximi i Kuranit kur jena me cikël, a lejohet pasi që gjënita në xhami më pasër nuk lejohet, edhe po më ndërprehet Kurani me bo leximin hat me gjatë këtij muaji. Qartë. Faleminderit. Kaq kisha, natën e mirë. Natën e mirë. Aleikum selam. Thot namazin e vitrit në shtëpi e fal ndryshe në xhami ndryshe me imam, a është në rregull në të dyja verzionet? Më duket edhe në takimin e kaluar e kemi sqaruar që namazi i vitrit i ka disa forma si falet. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i ka fal vetëm në një formë. Pra e ka fal 2 rekate duke dhënë selam në rekat 2 rekate ka dhënë selam, pastaj e ka fal 1 rekat. Nganjëherë ka fal 3 rekate radhazi, nganjëherë ka fal më shumë se 3 rekate po tek radhazi, dhe mënyrat pra nëse bëjmë një lloj zbërthimi mund të shkojnë deri në 11 forma falja namazit vitrit. Kështu që mënyra si e ka fal edhe e fal në shtëpi është në rregull, nuk ka gjë të keqe, po edhe mënyra si falet nëpër xhamia është sipas mëdhëbit Hanefi dhe ka mbështetje, pra të falet në 3 rekate në atë formë. Gjithashtu edhe mbajtja e durve në kunut, do thotë kur e lexojmë duan e kunutit, atë mbahen ato ngritur apo të lidhen sikurse lidhemi në namaz, të dy format inshallah nuk ka gjë të keqe, edhe nëse i mbajmë ngritur për arsye se është momenti i lutjes dhe ne e dimë në momentet e lutjes apo në rrethanat e lutjes është sunet mi ngrit durt ka qielli, po edhe nëse i mbajmë lidhur inshallah nuk ka gjë të keqe. Qartë. Si është më mirë me i thënë salavatet, me rëndësi cilësia apo sasia? Kjo më varet prej rrethanës. Nëse është situata që e përmendim emrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë mjaftohemi duke thënë salavat vetëm në te, ndaj tij. Pra themi alayhi salam apo alayhi salatu wassalam apo sallallahu alaihi wasallam. A nëse dojmë me qu salavat në kuptimin e duas ndaj për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, atëherë më në rregull është me thon Allah salat al-ibrahimia i thuhet në gjuhën arabe, duke ja përmend tërësisht, do thot komplet lutjen, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Domthonjë që kjo është më në rregull që të bëhet, dhe a është më mirë të themi kështu vargun tërësisht apo vetëm të themi Allahumma salli ala Muhammed, Allahumma salli ala Muhammed, po më në rregull është me thonë tërësisht. Allahu e di më së miri. Jasinin e gjuhën me shkronjë latine. Edhe sa përket Jasinit apo leximit të Kuranit me shkronjë latine, e sqaruam pak më herët, është problematike për faktin se shumë shkronjat e gjuhës arabe nuk përputhen me shkronjat e latinishtes apo shkronjave latine, prandaj edhe është vështirë të shqiptohen ato si duhet. Dhe në këtë rrethon ndoshta më në rregull do të ishte që të shërbehemi me ndonjë lexues i cili lexon dhe na e dëgjojmë, edhe duke e dëgjuar atë i shqiptojmë ato shkronja më në rregull. Kjo do të ishte më mirë. Pra është problematike tendenca për imitimin e arabishtes me shkronja latine. Kjo është do thotë shumë problematike. Mundesh për shembull në një rrethon do të më mëson një lutje, një dua derisa ta mësojsh kul huwallahun e tutje e ke vështirë, ama të lexosh tërësisht Kur'anin apo një sure të plot është shumë problematike për arsye se nuk ka mundësi që me shkronja latine të shqiptohet gjuha arabe apo të flitet në arabisht me shkronja latine. Leximi i Kuranit gjatë periudhës së ciklit, thot duke qenë se është në
proces të hatmes. Po, edhe kjo është një problematikë që ballavaçohen me gratë të natyrshëm, por çfarë të themi, mendimi i shumicës dërmuese të ulemave, duke filluar nga 4 mëdhëvet, është që gruaja në këtë fazë nuk lexon Kur'an, ashtu siç nuk falet, nuk agjeron edhe tutje. Pra nuk lexon Kur'an përveç në raste të domosdoshme ose kur ka nevojë për rukje ose ato pjesë të Kur'anit që në fakt janë dua, lutje, atëherë në këtë rast e lejojnë, pra në kontekstin e lutjes, jo në kontekstin e leximit të Kur'anit. Kurse është pak domethënë i ka plan pak mërzia ato gra për faktin se ju ndërpritet leximi i vazhdueshëm edhe për me bë hatme të Kur'anit, po kështu ndodh edhe me namazin, ndodh edhe me agjerimin, me shumë ibadete dhe adhurime që janë obligative. Po që janë obligative, ti detyrohesh taravit minal, edhe si fal taravit derisa të përfundon kjo fazë. Gjithashtu edhe ma e drejta është që të ndalojmë edhe me lexim derisa të arrim pastrimin, pastaj të vazhdojmë me lexim. Dhe ky qëndrim ndalese hoxh është për mosprekjen e musafit apo edhe në këtë rast edhe mundësia e telefonit që është me lexim? Vallahi saktë është leximi në përgjithësi, pra si adhurim, si ritual, si ibadet. Unë e kam parasysh që ndoshta disa pak fukaha janë më liberal në këtë çështje, për arsye se thonë që nuk ka diçka decisive në këtë, sikur që ka ardhur për namazin ashiqare apo për agjerimin e kështu me radhë, po themi përderisa ndalohen këto rituale, atëherë edhe namazi, edhe leximi i Kuranit futet në këtë kontekst. Qartë. Vazhdojmë, mirëpresim telefonatët të tjera. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Do të më avoni pyetje hoxhës. Po. Hatmen me të sve, a dohet me knu 72 herë kofrat minje të sveve, a qësh dohet? Edhe njerë lutem, hatme me të spi. Hoxha e pas ka qartë këtë pyetje. To është me herë, Mirë. Faleminderit. Natën e mirë, vazhdojmë me telefonatën tjetër, apo do të përgjigjemi me një herë, po? Hoxh? Një sen do të kemi parasysh që vërtet edhe në kohën e kalume, po edhe tani në rastet e atyne grave ose burrave të moshuar që s'kan mundësi më të mësojnë Kur'anin dhe të lexojnë, atëherë disa hoxhallar të kalumen që mos milan ata valla ti s'po di me lexu tash rri, ka thonë masi nuk po mundesh me lexu, atëherë po dhikr, përmende Allahun e Madhërisht. Edhe pejgamberi sa ka raste që kështu ju ka thonë disa sahabëve që kanë qenë mosh të thyer, do thotë në pleqnin thellë, ju ka thonë që nëse s'mu mundesh me lexu pe Kur'anit, atëherë thuj subhanallah, thuj elhamdulillah, thuj Allahu akbar, pra bë dhikr, kujtoj Allahun. Prandaj preferenca e këtyre hoxhallarëve me të drejtë ishte që nëse nuk mundeni me lexu Kur'an dhe nuk dini dhe nuk atëherë më mirë sa të rrini është që të bëni dhikr dhe të thoni la ilaha illallah sa më shumë gjatë ditës, dhe lutje tjera, dhikret, përkujtime tjera, subhanallah, elhamdulillah, e kështu me radhë. Po nuk do të thotë që kjo ka një sasi caktume të numrit sa duhet me thonë, pastaj që ajo të barazohet me hatmen. Pra nuk kemi diçka që mund ta specifikoj këtë. Po ajo që ka themi është se sa më shumë që të kesh mundësi me bë dhikr gjatë ditës, qoftë edhe me tesbih, për arsye se nganjëherë nëse nuk e përdor tespin, ndoshta thunja 10-20 herë, 30 herë dhe mendon që ke thonë mjaftueshëm edhe ndalesh. Po nëse kufizon veten duke i bërë ato jo që po i mati se vapet sa herë po thu, po për mos me largu koncentrimin e përdor tespin. Dhe kjo do thotë një prej shkaqeve që te pleqt posaçërisht përdoret tespia edhe preferojnë ta përdorin tespin është që për me mbet koncentrimin në atë lexim apo në atë dhikr. Pra nëse e bën gjatë ditës apo gjatë 70.000 herë, 100.000 herë, domethënë nuk prish punë, po merr rëndësi është sa më shumë e bë. E qartë, vazhdojmë tutje. Alo? Alo, telefonata e radhës. Selam aleikum. Aleikum selam. A bën një pyetje deshta më po hoqës. Po, noni. Është një farë mjeki
alternativë që besojnë e po thët me pi gaz. A është e lejushme me pi gaz për çdo sëmundje? Po thët pini gaz. A është e lejushme me pi çit gaz, a shka unë. Faleminderit, e qartë, e kupton pyetjen. Zëjnë me përdor kohë. Faleminderit, vazhdojmë me telefonatën tjetër. Alo? Alo, jeni inkuadruar në emision. Alo. Por, noni. Alo. Po? Një mama, derisa me vetë hoxhin një pyetje. Cila është pyetja juaj? Derisa me thonë që më ka dhimbë të kryt natën e ditën të inu, natën e ditën e gjithë ditën, edhe më ka desh me prish qatë ditë Ramazanit edhe sot. A bën me inu mas amel, mas të kryt bajrami, kryt Ramazani. Po, e kuptuam, faleminderit shumë për telefonatën. Edhe a bën e pyetje kam. Edhe një tjetër, po? Po, fjallën që më ka shprejhe bëj kështu të nga tjeta. A është gjuna, a të vishtu më thonë selam alejkum, a është gjuna me përshëndet fshit. Faleminderit. Faleminderit juve. Një mjek alternativ, thot me pi gaz, a lejohet? Allah i madhërisht në Kur'anin famlar thot fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Që përkthimi i këtij ajeti është pyetni ata të cilët din ose ata të cilët janë të dijshëm për ato gjëra të cilat ju nuk i dini. Dhe komentimi i këtij ajeti është që të pyeten njerëzit ekspertë të asaj fushë për problematika të cilat ndërlidhen me qatë fushë të caktuar. Prandaj në rrethanën e përdorimit të gazit, unë si hoxh nuk kam mundësi me dhënë ndonjë përgjigje korrekte për arsye se nuk jam i thirrur. Është fjala për vajguri hoxh? Vajgurin, po, është për qëllim për vajgurin. Pra nuk gjendet, nëse zgaboj, gjendet edhe në barnatore. Po. Unë nuk kam mundësi, edhe mjekësia moderne. Po, nuk kam mundësi me dhënë përgjigje që me thonë lejohet apo s'lejohet për arsye se kjo ka të bëjë me fushën e mjekësisë dhe dëmet e dobit e përdorimit të kësaj duhet të flasim për të mjekët. Prandaj ndoshta këtë pyetje është mirë mja dediku ose drejtu emisioneve në të cilat flitet flasin do thotë njerëzit e thirrur në këtë fushë dhe ata të japin përgjigje. Edhe unë, sikurse shikuesi apo shikuesja juaj kam dëgjuar për disa efekte të mira, po sa janë korrekte apo të sakta, nuk kam mundësi unë as ti vërtetoj apo dhe ti mohoj. Qartë. Kam pas thëtë kokëdhimbje, kam prish agjërimin, a bën me agjëru pas Ramazanit? Po, gjithsesi nëse në ndonjë rrethon besimtarin ka vështirësi në agjërim gjatë ditës, natës, pra është dhimbja është e vazhdueshme dhe detyrohet me prish, atëherë i kompenzon mas Ramazanit kurdo që të ketë mundësi. Përshëndetja me Tunxha Tjeta. Duhet ta kem parasysh se është një keq kuptim ose tendencë për të futur huti tek njerëzit kur hoxhallar thonë se duhet apo preferojnë përshëndetjen me selam, sikurse dojnë të anulojnë përshëndetje tjera të cilat janë të njohura në gjuhën shqipe. Nuk ka, për shembull, po du me thonë që nuk ka kur themi të përshëndetemi me selam, kjo nuk kupton që të anulohen përshëndetje tjera apo pyetje tjera që zakonisht njerëzit kur takohen fillimisht i bëjnë njëri me tjetrin. Sikurse që kemi rast edhe këtu në emision, mirë mbrëma përshëndetje të ngjashme. Kështu që ajo çfarë preferohet është që selami, assalamu alaikum, është një përshëndetje internacionale që nuk kufizohet vetëm me një gjuhë apo me një këmbë të caktuar, po është do thotë një komunikim i gjithë besimtarëve anë kënd botës. Dhe nuk është diçka që duhet të mohu apo refuzu, për arsye se është një lloj edhe identifikimi, edhe njohje edhe me besimtarët e kombeve apo entiteteve apo gjuhëve apo pjesëtarëve të grupeve tjera, kështu që ne tregojmë afërsinë edhe bashkësinë islame të cilës i takojmë të gjithë ne.
Pastaj pas kësaj nëse përdorim përshëndetje tjera sikurse si po kaloni ose tungjatjeta ose mirdita ose si u gdhit e kështu me radh, të gjitha janë korrekte dhe nuk ka gjë të keqe. Nëse është pyetje konkrete te tungjatjeta për arsye se po kërkon një lloj jetëgjatësie, edhe kjo nuk ka ndonjë ndalesë për arsye se mund të thotë dikush që ymri apo jeta është e caktuar me exhel, kështu që kjo kërkesë është e panevojshme apo është do thotë diçka jo e drejtë, themi që mund të ketë kuptime tjera lutja e zgjatjes të jetës për arsye se ka ardhur në ajete, në hadithe nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mund të ketë kuptim edhe të mirësive dhe dobive të cilat i përjeton njeriu gjatë jetës në përgjithësi. Allahu alem. Vazhdojmë tani me telefonatët të tjera. Alo? Ju lutem largoni prej televizorit dhe do të komunikojmë vetëm përmes telefonit. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Selam aleikum. Aleikum selam. Shpërblet. Po të mina që po fal. Derisa në pyetje hoxhës. Po, cila është pyetja juaj? Për vlla më ka vdekën, që tash mi bën 6 muaj, klasës e dyta të kam mojt, kom pas shef edhe 6 muaj që mi a mojt. Shkët më këshillu, çka... E qartë. Po? Mbaroj pyetja. Mirë, vazhdoj me një tjetër telefonat. Përshëndetje. Përshëndetje. Do sa t'ja bëj hoxhës një pyetje. E kam babën smut e kanë sërtin kujt. Po i kemi varrezat afër shtëpisë. A ndekon që kjo dëshka se kemi në i gjo, se e shumë smut e kemi në shpet. Ju kuptuam. Faleminderit. Falëfshimje. Gjithashtu, inkuadrojmë edhe telefonatën e fundit. Alo? Alo? Apo ka ikur? E marrëm edhe këtë telefonat. Selam aleikum. Aleikum selam. Kam një pyetje për hoxhën. Po? Për namazin e teravive, nëse e falmi në shtëpi. Ka 2 recate që po thojnë duhet mi falë është ma mirë. Shka duhet nuk pe di, shka duhet me knu, a duhet mas çdo 2 recate me knu diçka, me dhonë selam edhe me knu diçka, a si duhet mi falë? Tash Sharon Hoxha, faleminderit shumë për telefonatën. Faleminderit, natën e mirë. Natën e mirë. Amin edhe juve. Vllai thot tash ka 6 mujorin prej kur ka vdek, a duhet t'ja shënoj apo si veproj? Fillimisht e lut Allah në madhreshëm me mëshiru vllain e këtij telefonuesi. Si duket vllau si për vllain po mërzitet, dhe si thash edhe pak më herët është shumë normale që të nxitet apo të mendoj apo ta manifestoj atë rahmetin që e ka ndaj atij vllau që i ka vdekur, që të bëj diçka për të pas vdekjes së tij. Në këtë kontekst më e drejta është që ta kemi shembullin më të mirë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili na ka mësuar se çfarë është më në rregull të bëjmë për të vdekurit tan. Kështu që unë i kisha thonë këtij telefonuesi që domthon specifikimi i ditëve sikurse të 40-tat, 52-tat e kështu me radh nuk ka ndonjë bazë në praktikën islame, në praktikën e muslimanëve. Edhe pse mund të themi që disa muslimanë e praktikojnë apo e bëjnë atë, por nuk ka bazë në argumente të qarta nga praktika Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, atë sahabëve apo të imamëve, 4 imamëve të mëdhëbeve, dietarëve të tjerë në përgjithësi nuk vërtetohet kjo që duhet evidentohet që kur i vdekur i mush 40 ditë bëhet një veprim të caktuar, pastaj kur ti bën 52 ditë një veprim të caktuar e kështu me radhë nuk ka diçka. Dhe secili po në përgjithësi çka mund të bëj në këtë rast për vllajin? Çfarë mund të bëj është ajo që thash pak më herët që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lutje vazhdueshme çdo herë, sa herë të kujtohet, me bë dua për të, me kërku mëshirë, rahmet. Pastaj nëse ke mundësi me dhon sadaka për të çdo herë, kurdo që të kemi mundësi,
10 euro, 5 euro, 100 euro, ndonjë hajrat me bë për të, ndonjë qeshme apo ndonjë vepër, apo me ndihmu ndonjë të varfër, apo me ndërtu një shtëpi dikujt nëse ke mundësinë emër të sadaka për vllahun tënd, gjitha këto janë evidente dhe ka porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj prej veprave tjera gjithashtu është edhe nëse ke mundësi se ka bë haxhin vllahu, mundesh me dërgu dikon bedel për të. Nëse është mundësia, për arsye se vërtet është një shumë bajagi e madhe, po nëse ke mundësi ose janë rrethanat, atëherë kjo është mirë. Pra ka shumë vepra që mund t'i dedikohen. Ka shumë vepra që mundesh me ja dediku të vdekurit, dhe këto janë disa prej atyre të cilat e përmenda. Po. Thot babai është me kancer, shtëpit i kemi afër varrezave, a mund të ndodhë për shkak të kësaj afërsie me varreza, të kemi edhe sëmundje të shumta në shtëpi? Po, kjo është një lloj pesimizmi apo një lloj ogurzie që njerëzit parandjejnë, po ajo që duhet me pas parasysh që fare nuk ka lidhje kjo me smundje apo diçka të kësaj natyre. Madje më kujtohet një person i cili e ka shtëpinë afër varrezave, thoshte nuk ka fqin më të mirë se sa varrezat. Për arsye se janë të rehatshëm, nuk bëjnë zullom, nuk qetësojnë, kështu që mos e merrni si diçka trishtuese këtë punë, edhe pse disa prej familjeve, njerëzve nga rrethanat e trishtimit apo varrimit e kështu me radhë e ndin këtë mërzi apo trishtim, po nuk duhet me qenë ogërzi fare kjo. Pra nuk ka të bëj me smundjet. Nuk ka të bëj fare kjo me smundje dhe këtë as mos t'ju shkoj mendja, është një lloj vezvese që cytje që shejtani mundet më jau bë në zemrat e juaja, po ta keni qartë edhe me plot përgjegjësi, po ju them që fare nuk ka lidhje kjo me smundjen e dikujt apo me rrethanën e shqetësuese të familjes në përgjithësi. Dhe pyetja e fundit ishte rreth teravive në shtëpi, thotë i fali 2 nga 2, a duhet të themi diçka në fund apo? Unë me sa kuptova, ndoshta është për qëllim tek masi që dhajmë selam edhe pastaj që lidhemi, a duhet këndohet ajo lutja hyrse, dua ul istiftah, që i thonë lutja hyrse, apo si? Themi që subhanekeja që kënohet është në fillim të namazit. Kështu që nëse kemi dhënë selam edhe lidhemi rishtazi në namazin e natës, atëherë më e drejtë është sunet është ta këndojmë duan e hyrse, pra ta këndojmë subhaneken, tani thu a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, edhe këndon elhamin edhe kështu vazhdon. Pra jep selam, masi që t'jap selam, mundesh me pushu, nëse do me pushu pak, me pi ujë, mu qu, nuk është kusht me kanë radhazi, pra mundesh mu shtri pak me ndajt nëse je lodh, me pi ujë, ose me bisedu me telefon nëse ke nevojë me bën ndonjë shërbim apo diçka, të gjitha janë të lejuame, dhe kthesh sërish namaz, kthesh edhe falesh edhe lidhesh aty edhe lidhesh sikur që lidhesh në fillim, pra me subhaneke edhe vazhdon. Qartë, faleminderit shumë hoxh. Edhe unë falenderoj për ftesën. Dhe dashur miq, kaq për sonte, faleminderit që na ndoqët, mirëmbëjtje.